Mirë se vini miq në Kohë Reale, javë të mbarë që të gjithëve, edhe muaj të mbarë, sepse jemi në fillimin në fakt, ose hëna e parë e muajit të prill. Do ndalemi në bisedë në pjesën e parë, do jetë një ditë e ngjeshur në fakt kjo që na sjell nga fundjava me goxha ngjarje, të cilat kanë qenë edhe nga ato nga më të çuditshmet që her pas here i kemi parë në filma, po do t'ju tregoj për pjesën se kur është ndaluar një person pikërisht me një maskë silikoni. Në pjesën e parë do të flasim për dy të rinj të cilët janë gjetur pa jetë në zonën malore të Kamenicës në Korçë, për gjendjen e tyre sigurisht që ka pikpyetje, megjithatë ka qenë një ngjarje e rëndë e zbuluar ditën e shtunë, pikërisht nga dhe verifikohet, pra do bëhen verifikimet sepse dyshohet se ata janë emigrantë të palishëm në vendin tonë të moshës 20-22 vjeç. Do flasim me ekspertin, po do të kemi dhe raportim për rastin në fjalë, ndërkohë që në pjesën e 2 do të jem në lidhje me Butian Kapën si administratori i njësisë Qesarat, ku duket se i është vendosur një sasi lëndë plasëse, i moshës 67 vjeçar, personi në fjalë, në fakt dua që ta pyes se ku mendon dhe ku dyshon që janë pistat pikërisht të kësaj lënde të vendosur në oborrin e banesës së tij. A është e lidhur me detyrën apo jo të personit në fjalë, në një nga fshatrat e Memaliaj, do të flasim në pjesën e 2 për të patur edhe dëshmin, po edhe analizën me ekspertët, ndërkohë që, siç po ju thoja pak më parë, një 37 vjeçar është ndaluar mbrëmjen e kaluar në Paskuqan, ai ka qenë me një maskë silikoni, një ngjarje, një person i cili dyshohet që të ketë lidhje dhe me ngjarje të tjera të mundshme kriminale, është një parandalim i policisë ky rast, po si ka rënë ai pre e uniformave të policisë, do ta diskutojmë pak në pjesën e 3, po gjithashtu për rastin në fjalë. Ku ka qenë lënda plasëse për cilën dyshohet që personi në fjalë ta ketë vendosur dhe pse po e shohim rutinë kaq shpesh kohët e fundit. E nis direkt me siglën, nuk do të jenë vetëm këto tema, siç thash do të kemi goxha tema ditën e sotme, por këto do të jenë temat e para të kronikës. Mirë, do ndalemi pak tek ajo çfarë është transmetuar pikërisht në radio televizionin shqiptar, Piana degli Albanesi, e cila është edhe rruga e famshme e pikërisht hora e arbëreshëve, ose ndoshta vendi i cili ka mbledhur gjithmonë arbëreshët në Itali. Shqiptarët të cilët u larguan vite më përpara, do të ndalemi pikërisht në një bisedë me Lori Kcanën, si producent i ciklit të dokumentarit Udha. Pikërisht, çfarë tregon dhe çfarë do tregoj ky cikël dokumentarësh Udha në Shqipëri? Çfarë do të sjellë Lori Kcana, jo vetëm në këtë eksperiencë, së bashku edhe me të ftuarit të cilët ai do të ketë në këtë cikël. Do të jetë një cikël interesant që do keni mundësinë që ta ndiqni pikërisht në radio televizionin shqiptar. U transmetua ditën e shtunë, megjithatë sigurisht që eksperjenca do të vijë gjithmonë ndryshe. Do ndalemi pak në pjesën, do ndalemi pak pikërisht tek problemet me zemrën. Do diskutoj në fakt me mjek kardiolog për duke marrë shkas nga rasti një të riu i cili nuk është ndjerë mirë gjatë një aktiviteti fizik, për fatin e keq ka humbur edhe jetën. Sigurisht kemi vënë re kohët e fundit probleme të mëdha me arrestin kardiak. Si duhet të reagojmë ne në raste ndime? Ndonjëherë ka patur paragjykime që nuk është një problem apo një sëmundje shëndetësore e cila shfaqet edhe tek moshat e reja. Do ndalemi pikërisht këtu që të sqarojmë pak këto shqetësime shëndetësore që shfaqen edhe tek moshat e reja si tek djali në fjalë. Unë po nis direkt në fakt me pjesën e kronikës, pa marrë shumë kohë, do të lidhem me Llazi Saron, kolegu në Korçë. Llazi, mirë se vjen. Ndërkohë do të kem edhe Robert Karatin, ekspertin e sigurisë dhe avokatin. Avokat, mirë se vjen, kënaqësi që kam. Llazi, ndalimi pak tek rasti i dy të rinjve në zonën e Korçës. Janë gjetur të pajetë, çfarë ka ndodhur konkretisht me ta, si ka rënë policia apo si është bërë njoftimi i policisë pikërisht për rastin e 20 dhe 22 vjeçarit? Okej, Flor, të përshëndes dhe të uroj javë të mbarë në këtë fillim prilli. Atëherë është një ngjarje e cila ka sjellë jo pak kabinë në qarkun e Korçës, ajo që dy trupa të pajetë, të dy emigrantëve të palishëm, që mendohet të jenë nga Afrika, pasi në kontrollin e trupave nuk i është gjetur asnjë mjet identifikimi për këta dy persona nga ana e policisë, por mendohet të jenë në rreth moshës 20-23 vjeç. Ata janë gjetur në zonën e malësisë së
fshatit Kamenic, atje ku njihet ndryshe edhe si një rrugë kalimi për shtetat e palishëm e migrantët, cilët kalojnë nga Greqia në territorin ton ose Anasjelkas. Njoftimi është dhënë nga banorët të zonës, të cilët duket se kanë kaluar në atë zonë për të ushqyer bagtin e tyre, pra për të kullotur bagtit, dhe kanë vënë re 2 trupa të pajet. Pasi është shkuar policia, ka shkuar me njëre dhe ekspertët e mjekësisë ligjore, të cilët gjatë këqyrjes së 2 trupave të 2 viktimave nuk kanë konstatuar shenja dhune dhe mendohet paraprakisht se mund të kenë ndruar jetën nga i ftohti. Kujtojmë që ditën e shtunë, kur ata janë gjetur dhe është marrë edhe njoftimi në sallën operative të policisë, temperaturat kanë qenë shumë të ulta gjatë natës, është një zonë me temperatura shumë të ulta dhe me një erë shumë të fortë në momentet e faktuara. Atëherë, nuk kanë qenë të veshur trash, kanë qenë me bluza të holla dhe në pjesën e këmbëve zbathur. Kjo tregon edhe përgjendjen e tyre jo të mirë, ndoshta edhe ekonomike, por edhe fizike, pasi kanë pasur edhe shenja nga i ftohti, pra të nxira në pjesën e buzëve i shkaktuar nga i ftohti. Hipotermia duket se është edhe arsyeja e ndrimit të jetës nga 2 emigrantët afrikanë, të cilët dyshohet që tjetë e tillë apo është bërë ekspertiza mjeko-ligjore? Është bërë ekspertiza mjeko-ligjore dhe ka dalë në përfundimin se është si pasojë të ftohtit. Pra nuk është një akt kriminal i shkaktuar nga një person tjetër. Ajo nuk i dihet se mundet edhe të jenë vjedhur të rinjt rrugës edhe të ketë qenë në këto kushte, pra ne nuk e dim asnjëherë se cilat mund të jenë, dyshimet mund të jenë nga më të ndryshmet. Pra, nuk kemi e konfirmuar pra është që temperaturat kanë qenë ato që e kanë çuar të rinj drejt ndrimit të jetës. Pra kanë qenë temperatura goxha të ulta. Kjo është e konfirmuar pasi nuk janë konstatuar shenja dhune në trupin e 2 të rinjve. Dua të kuptoj pak, janë gjetur sa larg një banese ose banesës më të afërt në fshat? Është në zonën e malit të fshatit Kamenic, pra në zonën malore, që mund të jetë dikure së 45 minuta larg banesës së parë të fshatit, apo banesës më ekstreme që ndodhet më pranë malit në Kamenic. Kështu që do të thotë ka qenë larg edhe në rast për trokitur diku edhe për të kërkuar një ndihmë. Mirë, nëse ka dhe Roberti ndonjë pyetje, patjetër që mund ta bëj, po për të analizuar pak rastin. Rrethanat dhe faktet që përmendi gazetari, këto në gjuhën policore ose në jurisprudencë quhen vdekjet papritura. Dhe si vdekjet papritura këto trajtohen nga ana e policisë, sepse të gjitha vdekjet e papritura dhe ku ndodhin në shtëpi dhe ku ndodhin në një ambient, duhet patjetër që duhet ketë një akt ekspertimi mjekoligjor për të vërtetuar shkakun e vdekjes. Faktikisht, në këqyrjen e parë vjen re disa simptoma të vdekjes në i ftohti, si nxirje të majrave, të ekstremiteteve të duarve, të këmbëve, nxirje, shfaqje e njollë kufomore. Në një pyetje ndaj Llazit ke? Jo, vetëm për veshjen atë ose mua juve. Okej, vetëm për veshjen. Llazit, faleminderit atëherë për të dhënat që na dhe, të falenderoj për lidhjen e ditës sot. Po, sido me qenë këto vdekje papritura zakonisht veç qyrjes së jashtme dhe fotografimit që bëhet në ana e policisë, oficerit policisë që kanë marrë pjesë, këto bëhet gjithmonë autopsia. Autopsia është sepse mund të ndodhi që këta mund të kenë ngrenë ushqim në një vend tjetër. Mund të jenë edhe për fakt një helmimi. Edhe mund të jetë shenje të ftohtit, por mund të jenë edhe helmime. Pra në të gjitha rastet bëhet autopsia dhe autopsia në mënyrë kategorike e vërteton shkakun e vdekjes. Jam shumë dakord, tani duhet që të kuptoj pak. Këta të rinj të cilët vinë nga Afrika për të kaluar nga Greqia në Shqipëri, apo për të patur ndoshta për të ndjekur këtë trajektore. Sa shpesh e shohim ne, Robert, që ta bëjnë të vetëm si udhëtim? Zakonisht këta janë 2 veta, po ndonjëherë mund të marrin dhe iniciativë se nuk e njohin rrugën, edhe ndaj ndodhi. Se kjo më bën përshtypje. Ndaj ndodhi edhe unë të marr përsipër të bëj atë rrugë, që kam parë një pjesë të madhe të maleve të Shqipërisë, më duket pak e çuditshme për të shkuar edhe për të ndjekur një rrugë. Po, ata nuk e njohin terrenin në këtë rast, edhe viktime e mosnjohjes janë në këtë rast, sepse po të njihnin terrenin, nuk e mendoj se do ishin nisur natën, nuk e mendoj se do ishin me një veshje të tillë, siç e bë dhe ju pyetjen. Pra, këta janë viktime mosnjohjes këtyre rasteve. Po të abandonuar, mund të jenë ata, për shkak i kanë parë në këto kushte grupet të cilët mund të jenë shoqëruar edhe të jenë braktisur. Ta abandonuar në ç'kuptim? Të braktisur. Pra, mund të jenë parë në kushte dhe sa mund të krijoheshin barë për grupet të cilat
flas, nuk kanë qenë vetëm këta të dy, Mund t'i ke refuzuar grupet të tjera. Mund të kenë qenë disa persona për të kaluar dhe trafikantët apo personat cilët udhëheqin këto grupe për të kaluar nga një pikë në një pikë tjetër, mundet që t'i kenë braktisur për shkak të kushteve të vështira. Në të njëjtën gjë kemi të njëjtët simptoma kemi kaluar dhe ne në 90-ën, kur ishin refugjat në Greqi. Kishte raste që humnin rrugën, kishte raste që shkëputej nga grupi, kishte raste që njeri mundi të ishe i smur, edhe personi tjetër mund ta kishte shok ta ndihmonte. Mund të jetë edhe kështu si thoni ju, që mund të jenë njerëz që mund të kenë ngelur mbrapa, mund të ketë qenë një grup më i madh dhe kanë ngelur mbrapa për çdo arsye, edhe mund të ketë qelluar në këto kushte dhe vështirësi, por sidomos është në mënyrë taksative që duhet bërë autopsia pa tjetër që për të nxjerrë shkakun determinant, që në këtë rast vonon rreth 30 ditë në mjekësia ligjore. Mua më bëri përshtypje të them vërtetën në këtë histori, mungesa e këpucëve. Jam shumë i bindur kudo ku trokasësh, flas, nuk e di pse besoj edhe në një shtëpi fshati në Greqi, edhe në një shtëpi fshati në Shqipëri, një palë këpucë do t'i japi kushdo. Do të thënë, mungesa e këtyre rrobave, flas, më duket pak e pabesueshme. Tani ne po imagjinojmë çik. E mendoj kështu se ne jemi një popull që kemi emigruar gjithë jetën, ndaj një emigranti, ne nuk na mungon solidaritet. Po shprenojnë çik imagjinatën, këta mund t'i kenë pas këpucë, mund të kenë kaluar lumin, mund t'i kenë pas tinjoma, mund t'i kenë flahur, arsyet nuk dihen. Janë nga më të ndryshme. Fakti është që ata e kanë ndier veten më mirë aty, po aty domethënë kanë rënë edhe viktime kushteve dhe rrethanave. Sa shpesh e shohim ne tashmë që të përdoren pikat kufitare nga një vend në një vend tjetër ose fshatrat për të kaluar këto emigrantë të cilët ne zakonisht përdoremi si trapolin për vendet e tjera. Shumë refugjat që vinë kalojnë nëpërmjet Maqedonisë, nëpërmjet pikave që edhe këtu e shikojnë si pikë më të komunikueshme me Italinë, me vende të tjera të Evropës. Dhe janë shtuar, tani, më saktë tani janë shtuar, sepse ka pasur një pauzë të këtyre, para 3-4 vjetësh kanë qenë më të shpeshta, si duket tani janë bërë prapë dhe është edhe koha tani, sepse është koha që është pranvera, edhe mendoj që tani, sepse dimrit nuk i marrin këto iniciativa, tani mendojnë që është koha më e favorshme, por për të kaluar. Për të kaluar, mirë po ato janë zona të ftohta, zona e Korçës, e Ercegës. E qartë, pa çka se tashmë në kryeqytet në ndjen temperatura më të ulta, atje vazhdon ende që të jetë ftohtë.